Me rastin e 22 nëntori ditës së alfabetit shqip, qeveria e Maqedonisë së Veriut mbajti një seancë solemne ku fol për historikun e kësaj dite, si dhe për rëndësinë e gjuhës në identitetin e një kombi dhe funksionimin e një shteti demokratik. Në këtë drejtim, kryeministri Hristijan Mickoski gjatë fjalimit të tij tha se Maqedonia është si një shtëpi e diversitetit, i cili nuk ndan por e pasuron historinë tonë të përbashkët kombëtare. Ai shtoi se komuniteti shqiptar me kulturën, gjuhën, traditat dhe vlerat e veta është pjesë thelbësore e shtetit tonë. Atë u yni përbashkët bazohet në idenë se çdo qytetar ka vend të barabartë, vlerë të barabartë dhe mundësi të barabarta. Pikërisht për këtë, qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave që ndërtojnë besim ndëretnik, krijojnë hapësirë për zhvillim dinjitos të gjuhëve dhe kulturave dhe forcojnë kohezionin mes gjithë qytetarëve tanë. Kemi ambicje dhe dëshirojmë të ndërtojmë një shoqëri në cilën të rinjt maqedonas, shqiptar, turq, serb, bosnjak, rom, vlleh dhe gjithë të tjerët ta shohin të ardhmen e tyre këtu, në një Maqedoni të fortë dhe të zhvilluar, një shoqëri në cilën çdo gjuhë është urë e jo kufi. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Arben Fetaj theksoi rëndësinë e barazisë gjuhësore dhe promovimit të diversitetit gjuhësor në Maqedoninë e Veriut, duke riafirmuar angazhimin e qeverisë për respektin, kultivimin dhe promovimin e gjuhës shqipe dhe identitetit shqiptar në të gjitha dimensionet e tij. Në një shtet multietnik si Republika e Maqedonisë së Veriut, barazia gjuhësore është pjesë e një demokracie funksionale dhe e standardeve evropiane të drejtave të njerëzit. Shtetet moderne matin cilësinë e demokracisë së tyre, jo vetëm me funksionalitetin e institucioneve, por edhe me mënyrën se si trajtojnë gjuhët e komuniteteve që bashkëjetojnë brenda tyre. Në këtë kuptim, barazia gjuhësore nuk është çështje simbolike, ajo është një parim demokratik dhe një praktik që e afron vendin tonë me të ardhmen që synojmë. Kongresi i Manastirit ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14 nëntor 22 nëntor 1908 për standardizimin e alfabetit e gjuhës shqipe. Kjo datë shënohet në të gjitha trevat shqiptare, ndërsa tradicionalisht manifestime qendrore mbahen në Manastir, i njohur për botën shqiptare edhe si qyteti i alfabetit.